أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فلندرojmë Allahun te baraka ve taala, dërgojmë salat dhe shumë selam me pejgamberit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun fuqi plot që edhe ky takim i radhës të jetë prej veprave tona të mira, të cilat vepra të mira do të na bëjnë faqebardh e të shpëtuar me mirësitë dhe rahmetin e Allahut nesër në takimin ton me Allahun dhul xhelal. Jeni informu pjesa dërmuese. Sonte e kemi titullu këtë takim së bashku Kurani shoqëruesi yt i përhershëm. Në fakt këtë titull nuk është diçka e re, këtë e ka thonë pejgamberi alayhis salam. Të dashurit e mi, e lusë Allahun dhul xhelal që të na udhëzoj të gjithëve, të na i pastroj zemrat tona, të na shton sinqeritetin në fenë e tij, të na jep shumë dashuri e zell për Kur'anin famlart, nga se kanë met edhe shumë pak orë, edhe me lejen e Allahut po e fillojmë muajin e bekuar të Ramazanit, muajin e Kur'anit. Kjo ligjërat dhe ky takim sonte është një përpjekje, inshallah elusim Allahun të na jap të gjithëve bereqet, është një përpjekje për vetëdisim, për vetëdisim përballë madhështisë së Kur'anit, përballë rëndësisë të Kur'anit në jetën tonë. Dëgjoni këtë hadith të jashtëzakonshëm, i cili hadith gjendet tek Imam Tirmidhiu, por edhe tek të tjerët, tek Imam Ahmedi, të cilin hadith e transmeton një shok i pejgamberit alayhis salam, Burejde ibn al-Hasib. Sot radiallahu anhu ka thonë pejgamberi alayhis salam, në momentin kur qohen varret dhe secili prej neve del prej varrit të tij në ditën e Kiametit, Kur'ani do t'i vijë në ditën e Kiametit si një djalë i ri me një fytyrë të bukur, dhe do t'i thot atij, unë jam miku yt, unë jam shoku yt, a me njeh mua? Do t'i kthemi këtij hadithi. Do të thonë, shiqoje momentumin, sa të vështira janë këto momente, sa peripeti për plot llahtari e tmerr janë këto momente. Dhe miku yt, Kur'ani, shoqëruesi yt i përhershëm, në këto momente kaq kritike, kur ti dhe unë jena në të merin më të madhin, të vjen dikush që është Kur'ani, por Allahu ja jep mundësinë me u personifiku me një pamje jashtëzakonisht bukur, dhe të thot, unë jam shoku yt, unë jam miku yt. Me marrë një shembull dunjas, para mendoje ti veten je nis me shku diku në një shtet për një arsye, kur s'ke qenë, asken nuk e nje, nuk din si ki më u gjint, dhe para dhe një moment nuk din ka mi jam bajt, nuk din a me shku qëton, a qëton, i qiq, veç Allahun e ki. Në ato momente para teje del dikush i cili thot, unë jam miku yt. Dhe vazhdon hadithi, i thot Kur'ani, a me njehti mua, ty, sa po dole prej varit, ka me thonë Kur'ani,
nëse Kurani është miku yt. Do të vjen kjo pak më vonë, jo ndo kritere, jo ndo kushte, për me qenë shoqëruesi yt i përhershëm Kurani. Thot, a më njeh ti mua? Sigurisht jo. E tash fillon me prezantu veten. Thot, unë jam ai që të mbaja të zgjuar netve natën kur njerëzit flajnë e çlodhen, ti fal namaz apo lexon Kur'an. Dhe unë jam ai që ti ke duru edhe gjatë ditëve, qofshin të nxehta, qofshin me vap. Vazhdon i thot Kur'ani. Çdo tregtar fiton nga tregtia e tij, thot unë jam fitimi yt sot. Çka ke fitu? Unë jam fitimi yt sot. Nëse çdo tregtar në tregtinë e tij fiton fitim të caktuar, thot fitimi yt tani këto momente unë jam fitimi yt. Nuk o kry hala. Pastaj në anën e djathtë, ky që është miku i Kur'anit, i jepet një mbretëri, në anën e majtë të ti i vendoset përjetësia, dhe mbi kokën e ti vendoset një kuror e dignitetit. Kurora është kapuç i mbretërve. Dhe pas kësaj, dy prindrit e ti veshen me roba, nuk ka petk më të bukur sa ato roba që i veshin prindrit e ti. Për shkak të këtij që ky ja ka kushtu jetën Kur'anit, Allahu tash i nderon edhe prindrit e tij. Allahu i nderon edhe prindrit e tij. Prindrit thojnë: o Zot, prej ka herë të neve, deri para pak momenteve i pat sa bonuse beneficione i muraj që miku i Kur'anit. Por tash krahas ti dhe prindrit e tij thojnë: ja Rabbi, po neve kanë ardhur këto dhurata. Atëherë Kur'ani i thot: për shkak se djali juaj e ka mësu Kur'anin, kjo është shpërblimi i juaj për shkak djalit juaj i cili e ka mësu Kur'anin. Hadithi është i vërtet, tham e transmeton Imam Tirmidhiu, por edhe Ahmedi dhe të tjerët. Të dashurit e mi, me të vërtet, ky hadith tër javën e kalume më ka bo shumë. Disa herë jam kthye, kam dëgjue, kam lexue, kam mendu, sa mundemi me humb edhe sa mundemi me fitu. Ky hadith na tregon edhe sa shumë mund të fitojmë, por Allah na rujt edhe sa shumë mundemi me humb. Mos e haro edhe njerët çat momentum. Po thot pejgamberi alayhis salam në ditën e Kiametit kur qohen vorret, edhe fillon secili prej neve prej varrit të tij me dal. Momente trishtimi. Ju i dini tani veç kalim si shpejt, po du me u rikujtu. I pari edhe i mrami i njerëzimit krejt bëhen bashk. Njerëz edhe gjin. Allahu e din çfarë numri i madh i njerëzve dhe i gjinve. Afër kokave të tyre 2 mile dielli, ma pak se 4 kilometra. Fillojnë njerëzit me u zhyt në djers, dhope madhe, frik, panik, tmerr, llahtari. Me nder para juve, do të vjen pas pak hadithi Aishës, të gjithë njerëzit ngriten prej varreve të tyre lakuriç. Sa Aisha, ja Rasulullah, kuku, burra gra lakuriç. Oj Aisha, tha si bjen mend kuj, a jun me tesha, pa tesha, çfarë ditë e vështirë është kjo? E sa peripetit të ditës Kiametit na i ka përshkruar Kur'ani, edhe pejgamberi alayhis salam. Dhe para mendoje, në këtë moment kaq të vështirë, pranë teje vjen Kur'ani, në formën edhe pamjen më të bukur. Edhe të thot, unë jam miku yt, unë jam shoqi yt i përhershëm. A më njeh mu?
Dhe kjo është ajo fitoria e madhe. E përmendëm e dini kur i fruhet surit e subhanallah. Mjafton që në këto momente ankthi Kurani është ai i cili nuk të braktis, nuk të lën vetëm. Dëgjoj hadithin e dytë. Hadithin e Abdullah ibn Amrit ibn al-Asit radiyallahu anhuma. Edhe kjo hadith është te Tirmidhiu. Thot pejgamberi alayhis salam: do të vi shoku yt Kurani nesër në ditën e Kiametit, dhe në ditën e Kiametit posa vjen Kurani pranë teje, i thot Allahut: o Zot, Kurani për ty tash, i thot Allahut: o Zot, zbukuroje këtë njeri. Në fakt e përktheva gabim. Zbukuroje me stoli, hilluhu. Do më thonë, ka dalim me të zbukuru, edhe ka dalim me të zbukuru me stoli. Ka ardhë original me të zbukuru me stoli. Zbukurimi e lejloj, mos ta banalizoj. Shkon, njëni i blen një parë së tërpantat, 100 euro, njëni 500 euro, njëni 2000 euro. E kështu me radhë, aksesore që ka bëdjone. Kurani dhëtë: o Zot, zbukuroje me stoli. Jo çfarë dëlloj zbukurimi, po zbukuroje me stoli. Nuk u kry. Thot Allahu dhul Gjelal, i thot Kurani Allahut: ja Rabbi, shtoja bukurin. Shtoja bukurin. Pastaj i vihet apo i sjellet një kuror. Tham kurora është kapuç mbretëror, kuror e nderit. Pastaj Kurani thot: o Allah, jepi pozitë dhe nder këtij njeriu. Në ato momente i thuhet: ty që e ke mësu Kuranin, e ke lexu Kuranin, e ke kuptu Kuranin, ke jetu me Kuranin, e ke respektu Kuranin, në këto momente të thuhet: fillon me lexu. Dhe tash ti fillon me lexu. Duke u lexu, paralelisht fillon me u ngrit në grada. Duke lexu, duke u ngrit. Duke lexu, duke u ngrit. Derisa të harxhon ato ajete dhe ato sure sa i ke mësuar në dunja. Momentin kur nuk din mo, në momentin kur nuk ki mo çka me lexu prej sureve dhe ajeteve të Kuranit, edhe ndalet gradimit. Pranaj sa rëndësi të madhe ka me mësu Kur'an sa më shumë, por të mos më thonë, për mos thonë sa nderi madh është me qenë hafiz. E pak njerëz e kanë këtë nder, edhe e kanë këtë privilegj, edhe prindët e tyre për dhe rrethi tyre me qenë memorizues të fjalës Allahut, me qenë hafiza. Të dashurit e mi, a e dini që në pyetjet e para në varr, ju e dini se cili prej neve natën e parë të varrit do të pyetet rreth 3 pyetjeve: kush është Zoti yt, kush është feja jote, cili është pejgamberi yt. E dini këto. Hoxhallarët e bëjnë një gabim, apo më mirë me thonë një lëshim, kur e përmendin çet hadith. Është edhe një fjali më rëndësi, e nuk e përmendin këtë fjalin e fundit. Do të thonë, pyetjet e para në natën e varrit për çdo njeri, musliman jo musliman, 2 meleq të koka i qëndrojnë çdo njeriu, munkeri dhe nekiri, dhe i thonë: kush është Zoti yt? Zoti më është Allahu. Ai i cili kështu thot, e ka të saktë. Feja ime është Islami, pejgamberi është Muhamedi alayhis salam. E është edhe një fjali që hoxhallarët e lojnë mungu kur e përmendin këtë hadith. Mas tyne 3 pyetjeve dhe përgjigjeve i thojnë meleq: ku i dite ti këto përgjigje? Ku i mësove? Ti i thush: në Kurani ku mësu. Do thonë, shiqo, në këtë moment kaq vendimtar, ky ballafaqimi i parë i joti dhe i imi me melek natën e varrit, Kurani ta bën këtë favor kaq të madh. Ku i dite këto përgjigje? Ku i more? Ku i mësove? Në Kurani ku mësu.
Mirë, a mundet dikush me kontestu referencën e Kur'anit? A mundet dikush me vendos pikpyetje përgjigjeve të cilat ju përgjigjet atyre pyetjeve Kur'ani? Askush. Prandaj shiqeni sa rëndësi të madhe ka fjala e Allahut te baraka ve taala, Kur'ani. E tani, të dashurët e mi, du me përmend një çështje që është shumë e rëndësi. Nuk e di a mundem me i përmbledh, po do të shpejt. Ai i cili arrin shoqërinë me Kur'anin, edhe Kur'ani është shoqërues i tij i përhershëm, është miku i tij. Ka thonë ulemaja kjo në kupton. Me lexu Kur'anin, me mësu Kur'anin, nuk është detyrimisht më kon hafiz. Nuk është detyrimisht më kon hafiz. Me lexu Kur'anin, me mësu Kur'anin, me mediturët Kur'anit, me respektu Kur'anin, me jetu me Kur'anin, me punu me Kur'anin, krejt jetën me harxhu me Kur'anin. Këto janë ato kritere për me qenë Kur'ani miku yt, shoqëruesi yt i përhershëm. Nëse je hafiz, ani tani mirësia është më e madhe. Por kemi shumë hadithe për mos me zgjat temën. Për shembull, thot pejgamberi alayhis salam, është një sure në Kur'an i ka 30 ajete ta bën avokatin para Allahut ditën e Kiametit. Surja Mulk, që thot pejgamberi për tjetën sure, ka me të shpëtuar ditën e Kiametit prej dënimit të varrit. A përshe? Ka një hadith tjetër, thot pejgamberi sa, janë 2 sure në Kur'an, ai i cili i mëson ato 2 sure përmendsh, në ditën e Kiametit ato 2 sure i shndron si 2 re. Ka hecaj e përcillen ato 2 re. Gamametani, Bekara dhe Ali Imran. Habitit këtot, kush jam une? Para mendo ti. Që tash këtu në xhami, na keti na vesh normal. Nuk e kena prish adetin ton. Secili këtu, pavarësisht çu shemi vesh, kush me jakne, me setër, me trenerka, me pantolla. Po me orë që tash dikush me orë me vesh diçka që para mendo. Ky habitet në ditën e Kiametit, qysh këto po e përcjellin, aty sikur një njeri ku i ka 2 bodyguarda. Do thonë apo nuk ka kusht, sigurisht nëse e din Kur'anin komplet, Allahu Akbar, por ka edhe sure të veçanta që ti mundsojnë këto beneficione. Ulemaja i kanë përmend 10 bonuse që nëse ti je në shoqëri të përhershme me Kur'anin, këto bonuse nuk ndahen prej teje. 1. Kur'ani të udhëzon. 2. Kur'ani të mbron. 3. Kur'ani është shok që të shëron. 4. Kur'ani të forcon. 5. Kur'ani është shok i cili të lartëson. 6. Kur'ani është mik i cili të begaton. 7. Kur'ani është mik i cili të shpëton. 8. Kur'ani është shok i cili të pasuron. 9. Kur'ani është mik i cili kur nuk të braktis. 10. Kur'ani ta bekon e ta nderon nanën dhe babën tënd. Edhe njëherë, Kur'ani të udhëzon, Kur'ani të mbron, Kur'ani të shëron, Kur'ani të forcon, Kur'ani të lartëson, Kur'ani të begaton, Kur'ani të shpëton, Kur'ani të pasuron, Kur'ani nuk të braktis asnjëherë, por hatët Kur'anit nderon prindët tu. Kur'ani është mik dhe shok i cili të udhëzon. Thot Allahu në Kur'an, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kur'ani udhëzon çdo herë drejt asaj e cila është më e mira, më e përsosura, më e duhura, më e sakta. Nuk ka mundësi kur me u humb. Mundesh për një moment me u largu. Mundesh me lajthit. Por nëse Kur'ani është miku yt, ai gjithmonë ka me të udhëzu. Çdo herë. Prandaj kjo ka rëndësi të madhe. Prandaj kjo ka rëndësi të madhe për gjithë ne që Kur'ani është miku jon, është shoqëruesi jon i përhershëm, i cili nuk na lejon asnjëherë që ne të humbim, të lajthitemi, të devijohemi, por çdo herë Kur'ani na udhëzon. 2. Kur'ani është mik i cili të mbron.
E pat, u qal vori, si u qa vori të kryt. Në pyetjet e para, kur Munkeri dhe Nekiri kanë me të pyet natën e vorit, Kurani vjen ai i cili i jep legjitimitet përgjigjeve tua. Një ditë pejgamberi alayhis salam tha, mas meje do të ketë sprovat mëdha. Ali radiallahu anhu tha, ja Rasulullah, cila është rruga me i shpëtu sprovave? Pejgamberi alayhis salam tha, rruga për me i shpëtu sprovave është Kurani, libri i Allahut. Të mbron. Është libri i Allahut. E kjo është një temë e jashtëzakonshme, po për shkak të kohës, po do të vesh me i përmend dhe me i tejkalu. 3. Kurani është mik i cili të shëron. A keni dëgju rastin e atij shokit pejgamberit alayhis salam, kur ka qenë një grup i shokëve të pejgamberit alayhis salam, janë ndalë një vend, kanë lyp konak, kanë lyp ujë, kanë lyp bukë, si ka jep konak, e të parin e atij vendit e ka kafshu akrepi, shkorpioni, e kanë thonë, a din dikush me i knu diçka? Mos e harroni, gjithë e keni ndëgju këtë hadith 100 herë. Ka shku një sahabi, i cili ja ka lexuar cilën sure? Fatihan. Po me kusht ka thonë, na po ja lexojmë Fatihan, po e lutim Allahun, mu shnosh, nëse shnoshet një dele e dojmë, nëse nuk shnoshet kur gjë s'dojmë. Mos e harroni, çet hadith e keni dëgju me 100 herë për xhallarëve, por mos e harroni kur shkon çaj burr. Shoku i pejgamberit po cili u kon? Ebu Said al-Khudri radiallahu anhu. Shokët e pejgamberit alayhis salam, çfarë do të shqetësimi, edhe dhimbje, edhe vujtje, por edhe smundje fizike që kanë pas, para prakisht kanë provu mu shëru me Kur'an, tani me ilaçe. Këto nuk dua të keq kuptohem. Nuk dua të keq kuptohem. Kjo nuk është thirrje ne me injoru ilaçet edhe doktorët. Por ne muslimanët dhe besimtarët krahas që duhet t'i respektojmë dhe t'i marrim sebepet edhe të shkojmë te mjeku, të respektojmë ato këshilla edhe ilaçet, ne kemi para gjitha këtyre një ilaç tjetër. Dhe ai ilaç nuk është ekskluziv për musliman, është për këtë rrobat e Allahut, por besimtarët e kanë një hise më të madhe. Ka thonë Allahu në Kur'an, për Kur'anin, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah dhët e kemi zbrit Kur'anin, e ky Kur'an është shërim. Ky Kur'an është shërim, edhe është mëshirë për besimtarët. Hajde kur e keni një shqetësim të vogël, hajde nisja mësohu me shëru veten me Kur'an, para se me e marrë një paracet. Prapë, s'po du me zgjatë, nuk du mu keq kuptu, s'jemi t'i bo thirrje. Por ne nuk i mbështetemi vetëm anës materiale. Ti dhe kur e merr paracetin me pi, thush o Allah shëron. Sa ilaçe njerëzit i blejnë nuk shërohen. Sa ilaçe njerëzit i përdorin por nuk ka efekt. Pa do është Allahu, se shërimi është prej Allahut. A ki provu Kur'anin me përdor si shërus? Kur'ani nuk o ilaç. Kur'ani o ma shumë se ilaç, Kur'ani o shërus. Se jo çdo ilaç të shëron, ndërsa Kur'ani o shërus 100%. Nuk ka dilema. Dilemat mujmë i pasun edhe ti, që kena imonin e dopt, kena munges njohive, e kena bindjen e zbet në fjallën e Allah, të në qelamullah. A dini që i babgjyshat e juj, mbajnë mend qëta, është problem. Nuk e kam me ju detyrimisht. Sot gjemë të rinë Kosove, në Shqipëri, gjithko, që alhamdulillah, gjithandej gjemë të rinë, vajzat të reja, falen, lexojnë për Islam. Por ka një kriter, në general po flas, ka një kriter më të vogël të fetaris për disa gjana. A e dini që i babgjyshat edhe gjyshat e juja nuk e kanë prek Kur'anin me dorën e tyre nga madhështia dhe respekti. Në krejt shtëpijat ku ka pas Kur'an, u koni mbështjellur me një peshkir, me një havli.
Marifet kjo, a dini pse? Se në çdo shtëpi ka gjini femrore, gra, nana, vajza, duke ditë se ato janë gra dhe janë femra dhe gjatë çdo muaji janë me cikël. E ty i bo punte, çka po dynë, ty i bo pashllokesen, ka qenë Kurani gjithmonë i mbështjellur me peshkir, por mos me e prek, për me arrujt madhështinë Kuranit. Nuk ki pas mundësi shtëpia ti me pa Kuranin ti ndonjë vitrin poshtë, po në vendin më të lartin ka qenë Kurani, krejt anëtarët e familjes e kanë pa. Në vendin më të lartin ka qenë Kurani. Janë bërë rend krejt anëtarët e familjes me puth Kuranin edhe me vendosë në ballin e tij. E dikush mendon nga axhamilloku i tij se këto janë të parëndësishme. Jo, këto janë shumë të rëndësishme, se kur ti në start i vendos këto kritere, atëre qasja jote për Kur'anin. Në Ramazan s'tash shihni mas 3-4 ditëve, kur të janis Ramazani. E shihni, unë shumë herë kur vim, kur janis namazin natës, vllaznia në xhami e kanë lënë Kur'anin tok. Oshtre, Kur'anin tok. Kur'anin tok. Oshtre, për lexon shtrem Kur'anin. Një profesor i joni në Medine, unë e kam pas profesor, më ka jep mësim 1 vjet. Për ndryshe ajo është pe ulemave shumë të mëdhaj, tash e kanë bë muftin në Medine. Allahu e rujt hoxhën ton Shenkritin, edhe ka mësim xhamit pejgamberit, ai jo Kur'anin, po thoj ke librat e fesë, hadithit, e jetës pejgamberit, si studenta me bë me i mbajt çështu. Kërkoj falje që po e maj Kur'anin kështu. Thoj ke kjo tregon se ti je student i pa edukat. Librat e fesë do të pëjmajt kështu. Lemu Kur'anin, për Kur'anin nuk diskutohet. Babgjyshat e juj, kur e kanë lexu Kur'anin, kur nuk e kanë majt Kur'anin të këthiza. Po gjithmonë të gjoksi. A e dini sa 10-100 libra ulemaja kanë shkru me titull Adabul Kur'an, kodet edhe normat etike të Kur'anit. A ti që thujnë ulemaja, ta shkjo vrejti për xhallar ton, për mu mas parti. Thojnë ulemaja, me bo me lexu Kur'anin, vetëm me sy, nuk ka lexim. Me sy. Shqyqom një mu, unë po lexoj me sy. Apo më vreni që po i levizi bus? Nuk po. Kjo nuk ka lexim. Kjo një farforme jo serioziteti për balë Kur'anit. Kur'ani duhet të lexohet. E ti e ndin në vetveten tënde, jo me i botë të tjerëve, me i detyru të tjerët. Po ti dush me ndi veten edhe Kur'ani do të mu lexu duke i lëviz buzët edhe duke e përjetu Kur'ani. Nuk lexohet Kur'ani ti veç me sy. E ka zhura anin edhe për lexon Kur'ani. A i pëkëshyra ti, si ti ngolla sytet të ekrani. Kjo nuk ka respekt për Kur'anin. Kjo nuk ka respekt për fjalën e Allahut. A kupton? Qasja, serioziteti për balë Kur'anit, prandaj babgjyshat ton kur nuk e mujt me i gjetë me kësi, kur hiç njët nuk e mujt me i gjetë me këtë qasje jo serioze për balë fjalës Allahut te baraka wa taala. Dhe kjo temë shumë me gjonë që ka mund të flasim. Kur'ani të qetëson. Kur'ani të jep qetësi edhe siguri, është e pa shpjegueshme. Çfarë qetësie dhuron Kur'ani? Kur'ani të edukon. Si jo? Domthon Kur'ani e formon personalitetin tënd. Kur'ani i formon mendimet e tua. Kur'ani të mëson ti me i konceptu gjërat çu thot Kur'ani, jo çu thonë të tjerët. Analiza jote ndërtohet mbi dritën e Kur'anit. Vërejtjet e tua ndërtohen mbi dritën e Kur'anit. Ndërtimi i shoqërisë bëhet mbi parimet që thot Kur'ani. Kur'ani edukon. Thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili e ka zgjedh Kur'anin me qenë udhëzuesi dhe prisi i tij, ai do të jetë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër i lartësuar. Tregohet në historinë islame, e kanë zgjedh administrator në Mekë në kohën e Abdullah ibn Omerit, një njeri kish pas emrin Ibn Ebza. I shkon, baba i tij i shkon sklav, djali sklavit, djali robit. E kur nitën i thanë qysh bre, as patet dikon tjetër me zgjidh, në i zotni pak më të madh, në njeri më autoritativ. Wallahi, tha, na pedim që baba i tij u kon rob,
po në Mekë kur kush nuk e din e nuk e njeh ma mirë Kur'anin sikur se ky njeri shukatën. Atëherë Abdullah ibn Omeri tha, Allahu e ka ngrit me Kur'an. Nuk e ka babën ku me ditë në i zotnit madhë, nuk e ka në i pasanik, nuk ka pej në i familjes ku me ditë madhe, po Kur'ani njerëzit i ngrit. Edhe Kur'ani, e kem pas një hojës Medine, Allahu e më shëroft, qofti gjennetit, a edhe gjithë Allah gjallar dhe ulemat ton, Shekh Muhammed Ejubi, a i ka qenë për shtetit Burmës, po o konë deri gati në fund jetës ti, imam i xhamis pejgamberit a.s. Zëri i ti, Kur'ani i ti, dituria e ti, krejt bota islame, jo me dinja, krejt bota islame, nëse njëri o falë mas ati njeri, e ka dasht për jetat njeri, se subhanallah janë disa njerës, që zëri i tyre, kur ata e lexojnë dhe recitojnë Kur'anin, edhe ato zemra që jonë me dryna shumë të mëdhaj, hapen edhe qelen. Kjo është e mrekullia edhe forca edhe fuqia e Kur'anit. Kur'anit të shpëton. I përmendëm ato më herët mos të kthehemi natën e varrit e ku e diunë. Kur'anit mjafton. Kur'ani asnjëherë nuk të braktis. E pam. Momentet më kritike gjithmonë. Prandaj jena në prag të Ramazanit, mos i haro Kur'ani dhe agjërimi. Kur'ani dhe agjërimi nesër për ty kërkojnë shefat, ndërmjetësim para Allahut. Kur'ani bota avokatit fol për ty. Dhe më e bukura që është me të vërtetë e jashtëzakonshme, për hatër të Kur'anit Allahu edhe prindët tu i nderon. Edhe prindët tu nderon për shkak se djali yt e ka mësuar Kur'anin, bonusin e marrin prind. Lom ata prind që fëmijëve të tyre u mësojnë Kur'anin. Lume ata prind që fëmijët e tyre i kanë hafiza. Çfarë lumturie kanë këtë botë? Kur gjos është ajo lumturin këtë botë, çka i pret ata? Ata janë me të vërtet VIP të ahiretit. VIP të botën tjetër janë ata. Mirë vëllazër, se këtu ka ditë çka ka me fol. Po në besoj që se kalon më shumë se 30 minuta. Unë besoj që a nuk janë krejt që do të mjaftueshme për mua dhe për ju me qenë thirrje shumë serioze ju përkushtu Kur'anit. E në veçanti, pasi që të mërkurën vetëm fillojmë me namazin e teravive inshallah taala, është muaj i Kur'anit, a nuk ka ardhur koha me të vërtet ta kemi një orar edhe një agjend të veçantë për Kur'anin. Subhanallah, e ndiva një hoxh në botën arabe. E dini atë hadithin e njohur, dhe me këtë për mbyllim hadithin e njohur të pejgamberit, kur thot ai i cili në atë shtëpi ku lexohet surja Bekare, 3 ditë shejtani nuk dëpërton, ata që kapen fuqishëm për surën Bekare, ata kanë bereqet, ata që e braktisin këtë sure kanë keqardhje dhe hasret. Atë në atë shtëpi ku lexohet surja Bekare, ata të cilët mundon me i bo çfarë do lloj çederje të keqe me seherë ku ta diunë nuk munden me dëpërtu. Një hoxh po tregon nga praktika e tij, thot, nuk e keni idenë, kam pa njerëz domethënë me gjallë, përvojë gjallë, thot, jo vetëm antarët e asaj familje që kanë fillu komplet me ndryshu jetë atyre për të mirë, por edhe njerëzit për rreth tyne, jo vetëm antarët brenda një familje, thot edhe njerëzit për rreth tyre ja kanë pa hajrin. Ndikimi i fuqishëm i Kur'anit. Qërë vëllazër, na e kena ambientin, nuk jom duke mbjell kob, nuk jom duke ndill keq, po koqa shumë e kena toksik ambientin. Është shumë toksik. Nëse na nuk bojmë gjihad me fjalën e Allahut, me Kur'anin, me fillu kadal këtë ambient toksik me pastru, kush ka me pastru? I lutem, kush ka me pastru? Është mbi supet e juja. Është mbi supet e juja. Mas parti vetë me mësu Kur'anin, pastaj fëmijëve tonë. Nëse s'ka pas neve, kush me na mësu kur kemi qenë të vegjël? Nëse nuk e kena pas fatin se cili prej neve, me na mësu neve Kur'anin kur jemi kon 7 vjeçar 8.
Pse po e bëju në gabimin e një që e ka bo baba e me mu? Pse unë s'mi mësu djalit tem? Unë se kom pas fatin baba e me mësu Kuranin. Po pse po e përsërit unë gabimin e babës tem me djalin tem, me vajzën time? Nuk na falet. Subhanallah. A e dini që 12 vite, unë që e hera 3 e fundit s'pesgati mon, 12 vite mas luftës dytë botërore ka qenë ndalum Kurani arabisht në Turqi. 12 vite. Elifi me mësua, betaren me mësu, ka qenë ndalum. Kanë fillu njerëzit me haru, jo ndek, i kanë mbyt, i kanë shtinë për burga. E ndëgjësha muftia para 3 muftive që konë në Turqi një podcast Mehmet Gërmezin. A i tha, ma kam su gjyshja. Tha, në nadal e kanë rujt Kur'anin. Allah e runë fen. Po shqyqoni, në nadal e kanë rujt Kur'anin. Plaka gjyshet ja u kanë mësu nipave, mbesave. 12 vjetë e zoni u kënu tërqisht. Nuk i kanë lënë njerëzit me shku në qabe, me të nëzoni Elifin mborgi i menere. Kër e ka këthy Menderezi e zonin në gjuhën e Kur'anit, e kanë virë, midis Turqis e kanë virë. A ki parasysh të qapët ka kuptoje? Në Turqi çdo muj ka 2.000-3.000 fëmi, dje me vajza bon hafiza. Ka 2.000 fëmi, 3.000 fëmi, çdo 2 muj bon hafiza. Para 16 vjetë, 12 vjetë s'ka pas Kur'an. Nuk ka pas Kur'an. Qyre, ty plët Kur'ana, s'ka xhamia tona. Sot dush Kur'ana. Çka? Cila është arsyeja një djalit 3 apo një vajzës 3 mos me mësu Kur'anin? Cila është arsyeja? Cila është arsyeja? S'ka arsye. Po, është një arsye, dembelia, neglizhenca, mungesa seriozitetit. More njerëzit a din mërë që kanë mësu, sa sendet vështira i kanë mësu të komplikume. Me fitu pare, me ka mësu zanatin, merakli. A nuk je merakli fjallës Allahut? A nuk je merakli fjallës Allahut? Allahu na udhëzoft e na i mush zemrat tona për plot dashuri. Të dashurt e mi, kërkoj nga vetja dhe nga gjithë ju, le të pendohemi sinqerisht. Sonte e inshallah taala prej nesër me të vërtet me një pendim të sinqert, me një taube të madhe, ta fillojmë këtë muaj të Ramazanit. Në mes tjerash, projekti jonë le të jetë edhe ky muaj me të vërtet, siç është muaji i Kuranit, le të jetë muaji i Kuranit për secilin prej neve. Allahu na lehtësoft të na dhash bereqet. Allahu është përbleft, vallahu ta'ala.